Sot ka dështuar mbajtja e seancës gjyqësore kundër Naim Sahitit, Ariton Sahitit, Begzat Sahitit, Shkëlzen Sahitit dhe Jeton Fetaut. Kjo për shkak se të pandehurit kryesor, Naim dhe Ariton Sahiti munguan në seancë përfshirë këtu edhe përfaqësuesit e tyre ligjor. Në mungesë të akuzuarve dhe avokatit mbrojtës, gjykata konstaton se nuk ka kushte që të mbahet Naim dhe Ariton Sahiti, babë e birë nga komuna e Zilanit, po akuzohen për fajte, shpërlarje të paras dhe për kanosje. Të dëmtuarit në këto raste janë Ajnur Murati, që është edhe vëllai i Errol Muratit, i cili ka folë në Nacionale publikisht për këtë rast, si dhe i dëmtuarit tjetër me inicialet F.B. Naim dhe Ariton Sahiti u patën arrestu nga policia në vitin 2022, ndërkas prokuroria në Zilan e pa dërgu rastin në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Edhe pas vlerësimit të provave, rasti ka kaluar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, e cila në vitin 2023 pat njoftu edhe opinionin rreth këtij rasti, i cili është njoft në media si rasti Frangu, ku tek të dyshuarit që ishin arrestu janë bloku gjero llogarit bankare, përfshirë një llogari me mbi 2.100.000 euro në të, pastaj edhe një tjetër me mbi 870.000 franga në të. Gjithashtu, me urdhër të gjykatës në atë kohë u patën ngri edhe 16 parcela që kanë qenë në emër të arrestuarve në atë kohë. Aktakuza për këtë rast u pat ngrit tek në vitin 2024, pra rreth 2 vite pas arrestimit të dyshuarve. Në aktakuzën e prokurorisë, të cilën e ka siguruar Gazeta Nacionale, Naim dhe Ariton Sahiti akuzohen se që nga viti 2020 deri në vitin 2022, duke shfrytëzuar gjendjen në rënd financiare të Ajnur Muratit, në vitin 2020 i kanë dhënë një shumë prej 20.000 eurove me qëllim që i njëjti me i kthy me 20% kamat mujore, që i bie rreth 4.000 euro në muaj, pasi që viktima nuk ka arrit me pagu këtë shumë, pas 4 muajve të dyshuarit i japin Ajnur Muratit edhe 30.000 euro të tjera, me të njëjtin interes, pra me fajde për 20%-ve kamat mujore ose 6.000 euro që viktima është dash me i pagu çdo muaj si kamat. Çika gjendje ka vazhdu për disa vite me radhë deri kur viktima ka paraqit rastin në polici në Kosovë, ndërkas dëmi i vlerësuar në total sipas prokurorisë në aktakuzë shkon deri në 366.000 euro, ndërsa me kthimin e 2 shtëpive që ju patën marrë viktimës nga të pandehurit në këtë rast, dëmi ka mbetur në 251.000 euro. Normalisht viktimat në këtë rast nuk e pranojnë se dëmi real është ky që prokuroria pretendon në aktakuzë, pra ata thonë se mungojnë qindra mijëra euro të tjera që janë dëmtuar duke paguar të pandehurit gjatë kohës që kanë qenë në presionin e tyre. Gjithashtu edhe të pandehurit në këtë rast në prokurori i kanë mohu të gjitha këto akuza, duke thënë se nuk i kanë dhënë para me fajde viktimave në këtë rast, por kanë qenë vetëm para bërgj dhe rroga që kënë se viktima i ka paguar të pandehurve. Pra këtu pak a shumë janë pretendimet e palëve deri më tash, por më detajisht do ta shtjellojmë një herë tjetër aktakuzën duke marrë parasysh minutazhin që duhet për me diskutuar në total aktakuzën e plot edhe palët e përfshira në të. Seanca radhës në këtë rast është caktuar të mbahet në nëntor të këtij viti.